erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mesdit që zakonisht nuk vente te Abu Bekri apo. Dhe i tha, o Abu Bekr, Allahu më ka leju me bo hijrat, edhe ti kemi qenë shoqërus jam. Filloi Abu Bekri radhiyallahu anhu të çaj nga gëzimi që Allahu pas ka përzgjedh mu me qenë shoqërusi yt. Dhe tha, ja Rasulullah, ne kom përgatit këto dy deve, dhe kom përgatit këte për hijretin, për shpërnguljen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja pranoi devën dhe ja pranoi përgatitjen me kusht që m'ja kompenzu, m'ja rikthy. Apo edhe ai Abu Bekri dhe familja e tij ishin në shërbim të hijretit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e që padyshim se këtu ka mësime dhe udhëzime të shumta, po ne vetëm po e përmendim si në mënyrë të shkurtuar, po. Aty Abu Bekri radhiyallahu anhu u privilegju me çka? Me shoqërim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A ish shoqërimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë hijretit privilegj apo ish rrezik dhe kanusje e jetës së tij? Ish rrezik për jetën dhe i kanusej Abu Bekrit radhiyallahu anhu jeta, sepse kushdo që e sillte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të gjallë apo të vdekur kish problem shumë të madh në Mekka, po. Kishin shpall ata si një shpërblim të madh për atë që sjell Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe njerëzit me zëspritin që ta gjejnë dikën, që ta gjejnë atë, apo të gjejnë dikën që tregon se ku është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për ta dorëzuar atë në Mekë dhe për ta fituar atë problem. Do thotë, shoqërimi me të nuk ish privilegj, por tash është frikë dhe është rrezik për jetë, po megjithatë ai radhiyallahu an e konsideroi që privilegji më i madh që më ka jap është mundësia me qenë pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë edhe nuk ndahej nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe gjatë hijretit, çdo vend që kanuse, po them kushtimisht në rrezik pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekri ishte i pari, i paraprinte. Edhe ku dëshirën që të uleshin të pushante pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekri pastronte dhe gjente hijen dhe munduhej që m'ia ofru sa më shumë një komoditet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që kjo të jetë si lloj mirënjohje që Allah azza wa jall më ka nderuar dhe më ka privilegjuar që kam qenë dhe jam shoqëruesi yt në këtë udhtim. Pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekri radhiyallahu anhu arritën në Medinë, Abu Bekri radhiyallahu anhu ka si shtyll, si krah i djathtë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të gjitha ato etapat e ndërtimit të shoqërisë së Medinës, apo qoftë në ndërtimin e xhamisë, qoftë në gjitha ato hapa që i ndërmori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të vëllazërimit, të muhaxhirëve dhe të ansarëve, deri tek betejat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe qëndrimi i Abu Bekrit radhiyallahu anhu në to shpenzimi për përgatitjen e ekspeditave dhe kështu me radhë. Abu Bekri radhiyallahu anhu kurrë nuk u nda nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë edhe arriti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të tregoj për te dhe thotë se ai i cili ma rëndon, ma ofendon Abu Bekrin radhiyallahu anhu, le të dinë se një farë forme më ka rëndu mu